Ndaj qeverisë në detyrë ka pasur kritika edhe për marrjen e disa vendimeve, të cilët sipas kritikëve publik nuk janë legjitime. Çu shihni, a mundet qeveria në detyrë të marrë vendime? Qeveria në detyrë duhet të marrë vendime, por duhet të ketë kujdes të merr vendime të domosdoshme, të cilat nuk ban të shtyhen. Jo dhe vendime tjera që cilat kanë ndoshta edhe pasojë juridike për mirëqenien e përgjithshme në përgjithësi në shoqëri, apo duhet të marrin vendime, por jo vendime të cilat i jepen asaj mundësie sikur të jetë qeveri e rregullt. Qeveria në detyrë natyrisht ka kufizime, por duhet të funksionon. Cilat do të jenë ato vendime dhe cilat do të janë me peshë që duhet të ndërmerren, është çështja e vlerësimit të legislativit dhe ekzekutivit në këtë drejtim. Edhe mund të jetë nesër pas nesër natyrisht edhe vlerësimit të organeve gjyqësore nëse veç ka palë të interesuar në këtë drejtim. Por të pas parasysh kohën që po kalon, edhe pengesat që po lindin rreth funksionimit të kuvendit si organ legislativ, e më pasaj edhe qeverisë, ne duhet të funksionojmë dhe duhet të punojmë edhe kjo qeveri, edhe pse është në detyrë, duhet të kryejnë detyrat e veta, por të ketë kujdes që mos i të kalon atë statusin juridik të qeverisë në detyrë. Prof, emrat përveçëm nuk u dhanë nga takimi i djeshëm për president konsensual, mirë po, a mendoni duke marrë parasysh praktikat e kaluara, a mendoni që do të zgjidhet një president apartiak?